Të dashur miq, për fat keq në klinikën ku unë punoj, sapo ndroi jetë një djalë apo burr, si ta them, në moshë shumë të re, 39 vjeçare, gjatë një maratone. Me këtë nuk dua asnjërit prej jush as t'i bëj frikë, as t'i krijoj pasigurira. Sigurisht çdo mjek thot që sporti është i shëndetshëm, dhe sigurisht që është i shëndetshëm, për këtë nuk ka asnjë diskutim, po problemi është sa i shëndetshëm është sportisti, sa i shëndetshëm është njeriu që e kryen sportin. Të gjithë njerëzit që kryejnë sport rregullisht duhet ta dinë dhe duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm që sporti fillohet gjithmonë ngadalë dhe intensiteti i sportit sa vjen dhe duhet rritur. Një javë ta lësh mos të kryer sport, je si të gjithë njerëzit e tjerë. Pra, ai sforcimi fizik duhet gradualisht, do 3-4 javë që ta arrish në një nivel në një nivel që ti mund ta arrish ta tensionosh veten çik më shumë. Prandaj duhet çdo njeri të ketë kujdes, mos t'i neglizhoj simptomat që jep trupi, sepse për fat të mirë, gjërat e rënda kardiake, kardiovaskulare, kardiopulmonare, të cilat për fat keq të marrin jetën në mënyrë të menjëhershme, kanë të mirën se japin gjithmonë shenja përpara. Pra kini kujdes se deri në çfarë pike e çoni trupin tuaj, sa kërkoni nga ai. Ajo kërkesë ofertë vlen edhe për trupin tonë, sa mund të kërkojmë në trupin tonë, cila është pika që mund t'i kërkosh trupit më shumë. Pse them unë që sporti është përsëri i shëndetshëm, megjithse kjo ngjarje ndodhi gjatë sportit? Një njeri që kryen sport rregullisht ka tendencë në princip që të kryej një jetë më të shëndetshme. Pra sportistët përdorin më pak duhanin, përdorin më pak alkoolin, kanë tendencën që të ushqehen më shëndetshëm se pjesa e pacientëve që nuk kryejnë kur sport, apo qoftë edhe lëvizje. E marr gjithmonë në aspektin kardiovaskular. Gjëja tjetër është që vetë sporti për fat keq nuk i shëron problemet kardiovaskulare, por sporti, pra ata që kryejnë rregullisht sport, ka një tendencë më të lartë që t'i njohin ato simptomat, pra t'i dallojnë ato simptomat kardiovaskulare më shpejt se pacientët e tjerë, sepse e çojnë atë zemrën e tyre e vën çik më në stres, dhe sigurisht në qetësi nuk ndihen ato, janë gjëra që trupi i kompenson. Pra simptomat që fillojnë gjatë aktivitetit fizik, sigurisht që unë kam thënë në shumë video që janë serioze. Pra me këtë video as pak frikë, njihini limitet e trupit tuaj, mos i neglizhoni simptomat që ju jep trupi juaj, dhe çdo njeri që kryen sport, dhe sigurisht një njeri që do të bëjë një maraton, duhet dhe të egzaminohet. Në qoftë se egzaminimi do i kishte nxjerrë të gjitha, unë nuk mund ta them, sepse ndonjëherë vdekja nuk evitohet, dhe jo në aspektin mjekësor, gjithmonë kujdes limitin. Ajo, hajde se ta çoj maratonën deri në fund, hajde se kam dhimbje këtu, po lëre. Kështu që duhet ditur gjithmonë limitin.